Rimesh ka Erion Veliaj për vajzën e Belinda Ballukut dhe Belinda Balluku për vajzën e Arbena Metajt. Detyrimet e kumbarit janë detyrim shpirtëror, të udhëzoj fëmijën në rrugën e besimit, të kujdeset për formimin e tij moral dhe shpirtëror. Pjesëmarrje simbolike në pagëzim, kumbari ose kumbarja mban fëmijën në duar, ndes qiri dhe shqipton formulën e besimit. Ruajtja e lidhjes në traditën shqiptare, kumbari konsiderohet si pjesë e familjes gjithmonë. Kujdes, pjesë e familjes dhe shpesh ftohet në çdo ngjarje të rëndësishme në ditëlindje, në dasma dhe në evente fetare. Dhurata tradicionale zakonisht kumbari sjell rroba, kryq, qërinj ose dhurata të tjera simbolike për fëmijën. Përgjegjësi morale afatgjat. Në rast fatkeqësie, kumbari konsiderohet si personi që do të kujdeset për fëmijën në mungesë të prindërve. Pra, i bie që do të kujdesen përjetësisht Belinda Balluku për fëmijën e Erion Veliajt dhe Ajola Xoxhes dhe njëkohësisht do të kujdeset, do të kujdeset Belinda për vajzën e Arbena Metajt dhe Eriola Hoxhës dhe do të kujdeset Erion Veliaj për fëmijën e Belinda Ballukut. Kjo ishte për të informuar mbi formulën e pagëzimit për kumbarin, për të drejtat që ka kumbari, për ato që mund të kërkohet nga kumbari dhe çfarë detyrimesh ka deri në fund. Por çfarë ka ndodhur ndërkohë me këto persona? Nuk po hyj gjatë, po them vetëm aktualisht si kanë qenë punët. Kam shkëputur këto ngjarje. Arbena Metaj për Belinda Ballukun. Belinda Balluku është plashkitësja më e madhe e buxhetit të shtetit. Ajo ka shkaktuar më shumë dëme se tërmeti i vitit 2019. Ndërkohë, kryetari i opozitës, Sali Berisha, ka dalë me akuza të forta. Dosja për Erion Veliajn është kopsitur nga ajo. Nesti Angoni është ajo, jo ai. Dosja kundër Veliajt është kopsitur nga Belinda Balluku. Po ndërkohë nga ana tjetër, do mbajmë mend vetëm një moment. Sulmin e medjave pranë Erion Veliajt në momentin kur Belinda Balluku inauguroi Unazën e re të Tiranës, një event që duhet të ishte patjetër kryebashkiaku i Tiranës. Por jo, Belinda Balluku vendosi që inaugurimin e Unazës së re të Tiranës ta bëjë në krah të Edi Ramës dhe Erion Veliaj të mos jetë i ftuar. Si do e zgjidhim këtë? Kumbar po apo jo? Kumbar me kumbar, ç'na e bëre mbar.